partijak për te gjitha bloqeve politike në vend. Po shoqë Deda s'po pajtohet, po thot me njëherë në fillim do duhet formula e madhe. Për pesa veçëm varet sa e kanë seriozisht me vendin tonë. Kush me kë? Partitë politike. Gjitha. Edhe këtë fitus sidomos. Vetëvendosje, se një fitus është. Po pitim varet, a qysh po dorë, a po dorë me avaz 2 vjetër, 6 vjetëshit, a dorë me transformu dhe i vetë, për të mirë të vendit. Që ajo është, nëse prime dojnë Kosovën, në seansë ditën e parë e zgjedhin me prezident me qeveri, koalicionit. Me të marë përgjithësi edhe të ju përgjigj pozitivisht kërkesave cilat janë për Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe për Bashkimit Evropian. A ka komunikim ndër politik aktualisht, zoti Deda? S'po du me spekulu. Se po spekulohet gjithçka, po spekulohet gjithçka. A ka diçka konkrete? Mirë kish qenë me pas publik, me qenë sa ma publik, duhet me qenë transparent me opinionin publik. Me thonë, jemi në komunikim me qëtë parti, jemi të diskutu për këto, nuk dhja do të kemi rezultat, po jemi të folj. Kush me kë mund të ketë komunikim? VV, LDK, Faton Peci sonë të tha që favorizon LDK-n edhe një farë mënyre e hapi një shteg. Jo që e hapi një shteg, po në rreshta e la me unë nënkuptu që ka komunikim me ta. Po tash edhe mu që ke me lanë me nënkuptu, s'po më pëlqen qëre ma transparente ka qenë ajo generata kundër cilës kemi qenë në politikë, se sa këta sot. Se këta po bëjnë diçka tjetër e po thonë diçka tjetër, a? Jo veç ato, po që kësë është politikë, që ka umurvert. Kap një vla, dilë një thunë, kemi mi dhonë vendit. Nëse janë të komuniku. A mund funksionoj një koalicion VV-LDK? Qëre, aj mosbesimi cili është kriju me veprimet për i kurtit, nuk zgjidhet shpejt, edhe në mërë që aj mosbesim mundet me i përcjell kush kanë do që i hynë në koalicion me vetë vendosjen. Tjerë që ashtu është. Po, kjo përtej që asaj, unë ma shumë jem të që Kosova ka mundësi për investime në një gamë të gjërë të sektorit energjisë, të më thonë gjërë, që mos me kufizu Buametin vetëm qysh është po është gjanë, që mundën na me përfitu shumë, ka mundësi me marrë statusin e kandidat.